Prodhimi dhe ekonomia shqiptare është pastrimi parave dhe importi mallrave të huaja. Atëre, ti marrim me radhë. E para me që s'fol për apartamentet, këtë është e demonstrueshme me numra. Rritja e çmimit të apartamenteve në Shqipëri është proporcionale me rritjen e ekonomisë, është e përputhur është e linjëzuar me sa rrit ekonomia. Çmimi i apartamenteve në Shqipëri është rritur më pak se çmimi i apartamenteve në Evropë në një periudhë, pavarësisht se rritja ekonomike ka qenë më lart, dhe argumenti që bëhet spekulativ, sepse teksa çmimi që referohet ke pagat është mesatari, çmimi i apartamenteve shkon automatikisht ke maja. Çmimi i sepse shkojmë automatikisht flas në Tiranë jeton 1 milion çmimi është paga mesatare. Të lutem se të lutem se e lam të pak kështu tonë. Ka statistikat mirëfillta për çmimin mesatare dhe paga mesatare, çmimi mesatar në Tiranë është më pak sot inflacioni se 1.500-1.600 mesatari, ku hyn dhe ato shumë shtrenjta dhe ato padyshim që po. Dhe padyshim që po, 100% po. Po pallatet e vjetra do aq sa e blen të bësh investim, çfarë flisni ju? Tani, flasim për televizor apo flasim fakte? Po ne flasim për fakte, pallatet e vjetra ku në vjeta me 2025 nga 35 vjet. 35 vjet është amortizuar shtëpia. Minimumi do dhe njerëz sa e blen. Nuk duhet të bashkohen thua ti me çmimet e tjera për të bërë mesatare më të ulët. Jo, selam që do më jepsh një mundësi. Po do t'ju jap të dyve, ju lutem mos. Paga mesatare që ju referohet përfshin këtu edhe pagën e një banori në Librazh, edhe një banori në Has dhe një banorit në Ersek. Se prandaj është mesatare kombëtare. Çmimi mesatar i real estate në Shqipëri është edhe më i ulët se aq. Sepse ne nuk mund marrim pagën mesatare të gjithë Shqipërisë dhe të referojmë çmimet e Tiranës. Paga mesatare në Tiranë është më e lartë se 830-a. Që do thotë që nëse do fillojmë ke ky nivel, kemi pra është e linjëzuar niveli i apartamenteve dhe çmimit e apartamenteve me pagat dhe me rritjen ekonomike. Ka numra dhe po doni bëjmë një emision të posaçëm për këtë punë dhe ta analizojmë me numra. Nga ana tjetër, për sa i përket elementeve që lidhen me rritjen ekonomike dhe me çështjen si ishte argumenti i dytë që kishte të bënte me krimin. Me krimin. Sot që flasim neve, padyshim që teksa luftohet krimi dhe zvoglohet vrasjet, zvoglohen vjedhjet, zvoglohen rritet numri i grupeve kriminale që arrestohen, që kapen. Gjëja që ka ndodhur është që reforma në drejtësi dhe grupet specifike dhe forcat specifike që luftojnë krimin organizuar në mënyrë specifike, u ngritën nga Partia Socialiste në mënyrë specifike për këtë objektiv. Dhe sigurisht që ne sot teksa avancojnë situata, avancojnë dhe elementet tjerë, dhe ne duhet kemi mekanizma më të modern, më të fortë për të pasur mundësi t'i kontrollojmë. Dhe sërish e vetmja garanci që kjo luftë vijoj është pra Partia Socialiste. Në SPAK përse ju kanë thirrur zoti Mazniku? Kur thrasin SPAK t'japin me që folët për reformën në drejtësi me qira muhabeti. Në SPAK përse ju kanë thirrur? Jo, reforma në drejtësi. Me çfarë cilësie? Reforma në drejtësi me çfarë cilësie që ka dieni për çështjet. Po, për cilën çështje? Reforma në drejtësi për 5 dëm, ka të vetmen garanci. Cilën çështje? Përse ju kanë thirrur në SPAK? Të vetmen garanci Partinë Socialiste. Jeni më shumë mik i Veliajt apo i Ramës? Si e ndjeni veten sot? Unë jam mik i Veliajt, mik i Ramës dhe mik i të gjithë miqve të mi. Dhe kjo nuk është argument, jemi duke folur për 1 majnë, për zgjedhjet. Për 12 po flasim. Për rritjen ekonomike, për shifrat, ta shikoni veten si zvendësues të Veliajt në bashki? Unë jam sot për të folur për 11 majnë. Për 12 është mbyllur, e dim. Dua të them vetëm 12 argumenti kryesor është fitoria e Partisë Socialiste. 12 mbyll më. Dua të them, dakor, nëse është mbyllur jemi për sot tani. Në 2 minuta shikoni veten zvendësues të Veliajt në bashki. Flasim për fitoren e Partisë Socialiste në datë 11. A keni ambicje ta keni Bashkinë e Tiranës, po apo jo? Flasim sot për fitoren e Partisë Socialiste me datën 11 maj. Mbyll ajo, 11. Çuri edhe kjo mbyll ta ktheu përgjigjen në këtë moment. A ju intereson? A keni ambicje të merrni Bashkinë e Tiranës? Mikrofonin. A ditë fitohet. Okej. Keni ambicje? Delin. Unë dua të them vetëm 2 gjëra. U fol për statistikat, për rritjen ekonomike, për rritjen e çmimeve, për si kanë nesër paralelisht me njëra tjetrën. Janë 2 vlerësime që janë të rëndësishme. Një për ekonominë shqiptare, që është bërë nga 2 agjenci, të cilat e vlerësojnë ekonominë shqiptare me perspektivë pozitive, Standard & Poor's dhe Moody's, që janë agjenci totalisht të pavarura, nuk janë as institucione publike ndërkombëtare, as pak institucione publike shqiptare. Një, dhe e dyta, që është dhe shumë e rëndësishme dhe për ekonominë shqiptare dhe për të gjithë kostot që neve kemi, është dalja nga lista gri. Ne kemi qenë për shumë vite në listën gri, kemi qenë në monitorim të vazhdueshëm dhe kjo e fundit
tregon, hedh poshtë dhe atë argumentit për grupet kriminale dhe për gjithë çfarë u përmend. Në Shqipëri nuk ka mafia, dhe këto e tregojnë dhe raportet e SPAK-ut. Në Shqipëri ka grupe kriminale, por mafia nuk ekziston. Dhe dalja nga lista gri tregon që institucionet ndërkombëtare, Këshilli i Europës, Manivali dhe gjithë entitetet ndërkombëtare nuk e vlerësojnë Shqipërinë si një vend i cili ka rrezikshmëri të lartë. Kështu që nuk do na kishte nxjerrë nga lista gri në asnjë mënyrë, në rast se neve do ishim kaq zi sa që juve doni ta përshkruani. Mirë, unë ju falenderoj për këto si s'pas ka mafia. dy pjesë të para të Top Story.